dashtun dhe të shtrenjtë, motra dhe vëllezër besimtar. Sot është dita e begatë e Arafatit, ma e mira ditë e vitit, ditë e agjërimit për ne, ditë e lutjeve, e përkushtimit dhe e përgjërimeve para durve të Allahut për haxhilerët tanë. Miliona haxhilerë nga marë bota, që sot në fushën e Arafatit i drejtohen Zotit të gjithësisë për çdo të mirë, për falje, për mëshirë, për begati, për paqe në botë, për çdo gjë të dobishme për jetën tonë. Nesër është dita e Kurban Bayramit, një festë e madhe për mbar njerëzimin, një festë e madhe për çdo besimtar aneman botës. Kurban Bayrami, që ka në thelb për kushtimin e Hazreti Ibrahimit a.s. Ai është personazhi i kësaj feste dhe i kësaj ngjarje të mrekullueshme, që na lidh për herë më tepër me besimin në Zotin një dhe në rrugët që shpihen drejt përkushtimit legjitim në hak të Zotit tonë. Aty është Hazreti Ismaili a.s., një djalë i vogël, i cili i përgjigjet babës së tij, kur i tregon për një urdhër, për një ftesë nga Zoti i gjithësisë, dhe babë e birë bahen gati për të bërë një akt sublim në hak të Zotit. Është dita e familjes, ku gjithë secili prej nesh është i ftuar për të pa në marrëdhëniet e përditshme që ka me fëmijët e tij, në marrëdhëniet e përditshme brenda familjes. A jemi ne sot familje e shëndosh besimtare? A jemi ne sot familje e aftë për të përballë me besimin tonë, me përkushtimin tonë, me marrëdhënien tonë që kemi me Zotin e gjithësisë, me sfidat e kohës, sfidat e shumta, të cilat ngjajnë me re të errëta, që duhen ta bëjnë të zymt realitetin e sotëm. Mirë po, për herë kemi një shembull të madh në Hazreti Ibrahimin dhe Hazreti Ismailin a.s., që të dy së bashku shkonin për të fliju për hatrin e Zotit të gjithësisë. Është momenti për të pasë sa të aftë jemi ne, për të fliju tekat tona, nefsin ton, për ta mposhtë atë me aq çfarë Zoti i gjithësisë don, dhe Zoti i gjithësisë në fakt na fton drejt jetës, një jetë me dinjitet, një jetë me pastërti, një jetë me ndershmëri, një jetë ku gjithë secili prej nesh është i dobishëm për tjetrin, një jetë ku gjithë secili prej nesh është një shembull i vogël i një Ismaili të madh, i cili rrezaton dritë për kushtimi, dritë dashnie e dritë afrimi me Zotin e gjithësisë. Lutemi me zemër për haxhilerët tanë. Allahu Azza wa Jall ja lehtësoft haxhin e tyre. Allahu Azza wa Jall i pranoft lutjet e tyre, e lutemi për njëri tjetrin, e bashkëpunojmë me njëri tjetrin për ta bërë jetën tonë më të bukur, mi shembujt e Hazreti Ibrahimit, Hazreti Ismailit dhe shembullit perfekt të Hazreti pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Allahu ju dashtë dhe me zemër të mirë Kurban Bayramin.